Nga vetë emri që mban lidhet me ditën e verës, që është 14 marsi, por rituali vendosjes verores bëhet tradicionalisht në vendin tonë në ditën e parë të tij. Lidhësja e përbërë nga fijet e bardha e të kuqe simbolizon ardhjen e pranverës dhe siç shprehet edhe artizania gjirokastrite Mimoza Duka janë pikërisht këto ngjyra që kanë domethënien e shëndetit dhe paqes. Më në fund Gjirokastra po zgjohet nga gjumi letargjik. Si të gjitha rrethet e tjera dhe Gjirokastra po përgatitet për ditën e verës. Dita e verës simbolizon ardhjen e pranverës. Çdo gjë në këtë kohë fillon edhe lulëzon. Do të thënë ikën dimri nga të gjitha ato vështirësitë e teja dhe po vjen një stinë e bukur që është stina e pranverës. Dita e verës fillon me verore. Shohim që veroria punohet vetëm me dy ngjyra, e kuqe dhe e bardhë. Nuk pranon tjetër ngjyrë, ku qëndron ajo? Nëna tonë na e kanë mësuar që në kohët e para që veroret ishin me ne zona tonë i themi manak ose verore. Bëhen me dy ngjyra, e kuqe dhe e bardhë. E kuqja gjithmonë tregon shëndetin, kurse e bardha prosperitetin. Prandaj janë dy ngjyra kaq të afrueshme dhe të dyja sjellin shëndet dhe mirësi. Shohim që veroria tashmë ka kaluar nga ajo tradicionalja, pra vetëm e bërë me petë, kuq dhe të bardhë. Shohim që vendosen dhe aksesorë të tjerë. Çfarë i shtohen kryesisht verores në këto kohë? Duke qenë se pranvera është stina më e bukur, janë të gjitha, domethënë aksesorët e natyrës që përfaqësojnë, duke filluar nga lulet, duke filluar nga fluturat, nga bletët që janë blet punëtore, duke filluar nga tërfili 4 fleç, duke filluar nga yjet e bukur, nga nuse pashka, pra të gjitha këto janë aksesor dhe facilës dhe shumë të mirë që vendosen në veroren e bukur të 14 marsit. Tani veroria vendoset në 1 mars apo në 14 mars? Tani zona tonë faktikisht e vendos në 1 mars. Dhe zona tani është bërë si traditë që kjo është theksuar fest pagane në 14 mars. Edhe po vendoset në 14 mars i ket në 14 prill. Po vendoset në 1 mars i ket në 1 prill. Duhet që të mbahet 1 muaj resht. Dhe pastaj këtë e vendosin, e heqin nga dora dhe vendosin mbi një rrënjë trëndafili. Dhe atëherë në kohët e para na mësonin, domethënë nëna tona një që thuaj gjithmonë në lunxheri, dallën dy kur e hiqnin domethënë veroren dhe e hidhin mbi trëndafil. Dhe thoshim dallën dy she faqe kuqe, merr këtë manak të kuqe, merr çoje në dete dhe sill na shëndete. Domethënë diçka e veçantë, marr dallën dy she. Domethënë si thoshin rastet në festat pagane që bëjnë ato kohra. Vendoset veroria, ndoshta shpreh ndonjë dëshirë apo ka ndonjë gjë të tillë? Ajo domethënë është vetëm shëndet dhe mbarësi që vendoset veroria. Pastaj rritjet e tjera që janë ditën e verës, është dhe kryesorja është dega e thanës që ne vendosim mbi derë, dhe themi dhe fëmijët domethënë mblidheshin në ato kohrat e para dhe tani jo dhe shumë dhe thoshin e kuqe si thana, e fortë si bërthama, e bardhë si bora, e ëmbël si molla, kur vendosin degën e thanës mbi derë. Pse vendoset dega e thanës? Se është thana që le para nga të gjitha llojet e pemëve. Dhe lëshon atë kokrën e kuqe dhe sjell shëndet. Porosit Mozës i vijnë nga zona të ndryshme të vendit dhe që prej janarit deri në mars ajo realizon deri në 500 verore. Unë po bëj shumë verore, se mbajta kaq e vite tani, mbajta 5-6 vite po thuajse më shumë që po përgatit verore duke filluar punën që në janar dhe vazhdoj deri në 14 mars. Me të gjatë muajve të dimrit nuk jam vetëm në lëvizje me punë të ndryshme se na pret përpara një sezon turistik i mbar. Dhe merre bëj domethënë mbi 400-500 verore në domethënë që i punoj, po të gjitha këto punojnë dhe me grep dhe me dorë, ka 3 lloj mënyrash që i bën veroret, vetëm me 2 ngjyra, e kuqe e bardhë. Ti si punon? Unë i punoj dhe me grep, dhe me kështu që e bëj domethënë kështu këtë, edhe pastaj dhe i bëj si formë gërsheti. Është shumë gjë e mira, po gjithmonë puna e dorës zë shumë vend. Porosit nga ju vijnë? Porosit vinë shumë domethënë se nga që unë tani tashmë u bëra e njohur me këto. Të gjithë më thonë emra dhe fëmijëve dhe unë nga bëj me inicialet e gjitha dhe aksesorët që u bë. Domethënë që emri i fëmijës që ajo ka në dorë i sjell shëndet, i sjell barësi. Të gjitha domethënë i kanë porosi pothuajse të tani porosit bëhen të personalizuara domethënë. Të personalizuara të gjitha. Pastaj janë në kulmi është në 14 mars që ne organizon bashkia, organizon panajirin, atëherë domethënë është kulmi që shesin më shumë verore. Moza ndan me ne edhe rritet të tjera të ditës së verës që kujton nga fëmijëria, ndërsa dëshira e saj është që ato të trashëgohen.
Unë mbaj mend isha vajzë e vogël dhe në datën 1 mars, në 1 mars i vëzon e Lungjeris, ngrihesha në mëngjes te nëna se nëna do me thënë për ulem 100 herë se ami ka mësuar të gjitha këto që arrita deri këtu dhe them do me thënë me gjithë shpirt se më ka mësuar shumë gjëra. Edhe ngrihesha që në mëngjes dhe më vendoste manakun që i themi ne të kuqja të bardhë. Kush çoi pari në mëngjes datën 1 mars, atëherë ai ishte gjithmonë do ishte më aktiv kurse ata që nxoheshin më vonë, thoshin fëmijët, do flini gjumë të natësh me të qeshur. E ti qeshe pa? Jo. Pastaj shikoja domethënë nënën që u hite bagëtive, u hite një lloj qumështore i thot zona ton, që të shkelnin bagëtit mbi qumështore që të lëshonin sa më shumë qumësht. Me thënë të bini sa më shumë qumësht, ishte rrit edhe ki rrit pagan. Me thënë kishte shumë, pastaj kishim degën e thanës dhe plus gatimet që bëheshin ditën e verës. Cilat janë ato? Ditën e verës ne bënim kulaçi në mëngjes ose karkanaqet, se në zona tonë nuk e ka ballokume në zona tonë, kurse ne kemi karkanaqen. Që kënaqen fëmijët i bëjmë në forma të ndryshme, në formë lule, në formë ylli, në formë qartë, domethënë qartë janë në formë gjethe, të gjitha këto na jepte nëna brum, isha që e vogël dhe po i bëja këto dhe kënaqeshim shumë. Pastaj bënim byrekun me 12 lloj lakrash, që ishin përfaqësonin 12 muajt e vitit, dhe ajo ishte shumë rreth, dhe plus ëmbëlsirët që ne bënim zona tonë dhipër. Ose revani, panispan si i thoshim ne, këto do me thënë që tradicionale që beheshin gjithmonë ditën e verës. Plus pastaj këto degën e thanës që e thash më sipër, që e vendosnim dhe këto beheshin atëherë në ato kora. Po e mbaj akoma do me thënë këtë, dua që ta transmetojmë në brezat që vinë se janë rrite shumë të bukura. Janë të mos të harrohen këto tradita kaq të mira. Dhe kalojnë brez pas brezi. Veroria është pjesë e trashëgimisë kulturore o materiale të njerëzimit në UNESCO që nga viti 2017. Ajo bë pjesë e UNESCO si një kulturë e përbashkët e vendeve të rajonit si Rumania, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Moldavia, duke njohur kështu rëndësinë e saj në traditat e popujve të Ballkanit. Rënjët e saj lidhen me festimet e vitit të ri të lashtë që niste më 1 mars dhe praktikohet gjërësisht si një amulet mbrojtës nga forcat e këqija të dimrit.